Analisti Lorenz Vangjeli deklaron se kryeministri Edi Rama nuk I bën përshtypje nëse vendos njerëz me precedent penal në listën e deputetëve. Vangjeli thekson se Rama nuk shikon emrat e kandidatëve, por thjesht numrin e votave. Ai shton se 6 kandidatë për deputet të Partisë Socialiste nuk do e përfundojnë mandatin deri në fund nëse e fitojnë atë. Rama nuk bën llogari me emra, por me numra. Lista e tij është krijuar sipas metodologjisë së tij. Është bërë që të krijojë më shumë numra dhe pas 11 majit secili është në fatin e vet. Atëherë numra do të kthehen në emra dhe më pas do të vijë deputeti pasardhës, nëse do të ketë një problem me spakun. Në listën e publikuar të Partisë Socialiste, një 6 veta që mendohet që do ta marrin mandatin nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, nuk do ta ushtrojnë detyrën e deputetit deri në fund, thot Vangjeli. Ndërkohë, analisti Andi Bushati I cilëson listat e Partisë Socialiste në Durrës, por jo vetëm, si skandaloze, duke theksuar se ato janë ndërtuar mbi votat mbledhura nga individ të dyshimt. Sipas tij, një pjesë e madhe e atyre që kanë kontribuar në këto vota sot, ose janë larguar ose ndodhen në burg. Bushati akuzon kryeministrin Edi Rama se po ndjek të njëjtën strategji për të siguruar mbështetjen elektorale. Ai u shpreh se pa aleancën me krimin Rilindja nuk do të kishte mbijetuar në politik. Lista e Durrësit ka qenë listë skandaloze. Po ti bësh të gjithë ata që ikën janë 30.000 vota, të cilat janë mbledhur nga njerëz ose që kanë braktisur listën, ose që janë sot në burg. Është çmenduri. Tani Ramës ato 30.000 vota I duan prap, me kë do I mbledh. Padyshim me të njëjtin kontingjent. Disa emra I ka ndërruar, këtë nuk e ndërroi, por filozofia mbetet e njëjtë. Rama do ishte me kohë jo në opozit, por s'do ishte më as në Partinë Socialiste. Rilindja do ishte shuar nëse nuk do kishte bërë prej kohësh aleancë me krimin, thot Bushati.